po bëhet gjithnjë më e pranishme, të rinjët po e shohin këtë format si një mënyrë për të siguruar të ardhura dhe për të qëndruar pranë familjes pa qenë e nevojshme të emigrojnë. Puna online nuk është vetëm një trend i përkohshëm, por një mënyrë jetese për shumë të rinj shqiptar. Njëra prej tyre është Dua Gjika, e cila do të na njoftojë më së miri për punën online. Përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit Ritmi i ditës. Përshëndetje. Për call centrin kam filluar të punoj para 2 vitesh, pasi nuk gjeta profesion, pasi nuk gjeta vend pune në profesionin tim. Të them drejtë, më pëlqen ideja se punojmë gjuhë të huaja, edhe shërbejmë klientë të vendeve të ndryshme. Po ashtu edhe paga është normale, apo mund të themi që është goxha e lartë për në shtetin tonë Maqedoni. Po sa ishte e vështirë që të futeshi në fillim në tregun global? Nuk mund të them që ishte vështirë, pasi mua më erdhi një ofertë prej profesoreshës sime gjuhës gjermane, edhe ajo më ka lajmëruar me një call center, tani jam pranuar. Ndoshta kjo është arsye që jam pranuar, por nuk besoj që është ndonjë vështirësi që të vazhdosh në call center për punësim. Veç duhet normalisht duhesh me pas gjermanishtën apo anglisht, çfarë gjuhë përdor, apo punon duhesh me pas deri në B2, apo ndaj lipët edhe më pak B1. Po, a mund të na thuash se të ardhurat janë të qëndrueshme dhe mjaftojnë për të jetuar në mënyrë të pavarur? Shumë të rinj e akseptojnë apo e marrin ofertën sikur kemi pagë të lartë, edhe pse jo për një të ardhmë më të shpejtë dhe më të sigurt, me pagesë të lartë, por nuk jam aq e sigurt për me vazhduar, shkak që nuk mund të bëjmë një karrierë në call center apo nuk mund të sigurojmë veten që me vazhduar me pozicione më të larta, por pavarësisht prej pagës më pëlqen sepse ka edhe shumë punë tjera në Maqedoni, nuk mundet më ofru kjo pagë që ofrohet nëpër call center pa bonuse. Sidomos kur ka muaj që kemi bonuse, mund t'i mbulojmë të gjitha shpenzimet. Po, a të pengon fakti që nuk ke sigurim dhe që nuk mund ta vazhdosh ndoshta karrierën? Mendoj që po, se çdo kujt i kishte penguar, çdo kush ka qef me pas një vend të punës që është me siguri, që me vazhdu me bo karrierë atje, po për një kohë shkurt nuk e akuzoj që e ka marrë këtë ide me punuar call center. Po, me çfarë sfida përballesh gjatë punës online? Pasi puna jonë është me i shërbej klientët, kemi klientë që janë pak gëzueshëm me punën që kemi ofruar. Në atë moment profesioni jonë është që të jemi të sjellshëm dhe profesional, durueshëm me një fjalë, profesional në punën tonë që e bojna. Se çdo punë ka vështirësi për mendimin tim. A mendoni se kjo mund të jetë e ardhmja për të rinjët në Maqedoninë e Veriut? Për një kohë të shkurt, po. Mendoj që po, por për me vazhduar më tutje me bu karrierë që e cekë më herët, pasi s'ka siguri, nuk e mendoj që është e preferuar për me vazhdu. Është për të rinj një ardhmje e mirë, por jo me vazhdu me bo ma shumë vjetë, pasi nuk mujnë me bo karrierë atje. Po, ndoshta të rinjët sot më shumë po preferojnë këtë punën online, se sa mund të na cekni ndoshta cilat janë avantazhet ose disavantazhet e punës online me atë në zyrë? Të punosh online prej në shtëpi është në një mënyrë më e lehtë, edhe ki ma pak shpenzime, le të themi. Por edhe në zyre është mirë, sepse unë e kam punuar në zyre dhe më ka pëlqyer mënyra se çish kam njoftu kolegë, ma kanë mësuar ma mirë profesionin tim. Shakun është prej në shtëpi, më kish pëlqyer, po nuk isha një çaq e sigurt në veti, edhe pse jo me pas kohë edhe me fol me njerëz tjerë, me njoftu njerëz të tjerë. Jemi call center për çdo është puna jonë që e bëj. Cilat janë sfidat më të mëdha që hasni në këtë lloj forme të punës? Nuk mund të themi që ka sfida, po pasi e ceka që ka momente që klientët nuk janë gëzuar me punën që ofrojmë, mundësitë që janë për të ofruar, në këtë mënyrë mund të them që ka një vështirësi që nuk kemi në dakord. Apo nuk kemi bonus, nuk marrim bonus për asaj pjesës kur klienti nuk është i kënaqur me punën që e bojnë. Por shkaku që janë mundësitë e punës, se kemi caktuar punë që do i bojmë, që kemi ofertat që mujna me i dhonë klientet apo nuk mujna me i dhonë. Nëse s'mujna me i dhonë, ka klientet që janë dakord, po ka edhe që zemruan me punën që i kena ofertën që i kena dhonë, muj me thonë që kjo ndikon në vështirësi edhe është që nuk mundesh me arrit bonusin në fund muajit. Po
a e shihni punën online si zgjedhje të përkohshme apo si një të ardhme afatgjate? Mas shumë ti sikur një përkohshme sepse pa siguri nuk mundesh me e vazhdu për një kohë gjatë, edhe me e vazhdu më tutje. Për të kuptuar më mirë ndikimin ekonomik të punës online, Faton Halili, ekonomist, thekson se puna online po ndryshon strukturën tradicionale të punësimit dhe mënyrën si kompanitë funksionojnë. Si ndikon puna online në produktivitetin e punëtorëve dhe kompanive? Atëherë kjo metodologji e re e punës online, apo thënë ndryshe punës virtuale, mori hovë të madh gjatë kohës së pandemisë, para 4-5 viteve, kur qytetarët në pamundësi për të kryer aktivitetet e tyre të blerjes, u detyrua që kompanitë të ndërtojnë një strategji të re rreth shitjes ose plotësimit të kërkesave dhe nevojave deri te konsumatorët. Dhe qysh atëherë filloi një strategji e re, dhe kjo strategji ditëve të sotme ka marrë një oftë të madh duke i plotësuar në përgjithësi këto kërkesa dhe këto nevoja. Mendoj se kjo metodologji e re ka edhe anë negative dhe anë pozitive. Një ndër bindjet e mia sa i përket anëve pozitive, mendoj se punëtorët në periudha më afat shkurtë do të jenë më efikas dhe efektiv në raport me kompanitë, kurse dhe kompania shumë shpejt do merr feedbackun nga punëtorët. Kurse në periudha më afatgjata besoj se do të krijojë një dembelizëm tek pjesa e punëtorëve, duke kthyer atë punë në një demodej, rutinë. Dhe sadokudo është ende një det i tërë për të ulëmtuar, për të parë, dhe koha besoj se do i sjell ato rezultatet më të mira. Mendoj se nga pikpamja fillestare kur i shef këto dy fenomene, duke pasur parasysh se gjenia femërore apo gratë në përgjithësi, edhe të rinjt, deri para ardhes kësaj metodologjie të re kanë qenë disi të paragjykuar për shkak të obligimeve tjera që i kanë jashta orarit të punës, po edhe tek të rinj që mungon përvoja dhe ajo përvoja dhe në përgjithësi ajo mungesa e kontakteve deri tek njerëzit. Pastaj me ardhen e shitjeve online deri te kompanitë, besoj se këtyre dy kategorive të shoqërisë i mundsohet një parcializim i punës, duke i mundsuar edhe një kontribut sadokudo të nevojshëm për shoqërinë. Kjo kohë e sodit besoj se do t'i kategorizoj kompanitë të cilët kanë mbetur ende me të vjetrën dhe kompanitë që janë duke përgatitur strategji për të ardhmen. Konkurenca mes kompanive besoj se do të jetë nuk këtu do të jetë se çelësi i suksesit për njërin palë apo për tjetrën, pse jo edhe dështimi për njërin apo tjetrën. Besoj se kompanitë duhet të ulen urgjentisht me organet e brendshme që i posedojnë, me të gjitha dikasteret dhe të krijojnë një plan mirë të detajuar për të mbërritur deri te kërkesat dhe nevojat e konsumatorëve. Kurse ato kompani që në përbërjen e tyre kanë elemente sadokudo të moshave të shtyjora, besoj se do të janë shumë më hapa mbrapa këtij fenomeni që dita ditës do e pushtoj gjithë tregun. Vendet si Maqedonia e Veriut dhe përgjithësi rajoni këtu tek ne është në tranzicion. Po këtë metodologji të re edhe vendet më të civilizuara janë duke u hasur për ta gjetur mënyrën më të mirë se si të futen në treg. Mendoj se ajo ana pozitive, ajo ana negative fillimisht do të jetë se tek të rinjt të dalin jashtë shtetit për të marrë njohuritë e përgjithshme dhe për ta krijuar sadokudo një përvojë konkrete, që më pastaj ata të vinë në vendin tonë dhe të shprehin ato njohuri. Kjo do të jetë se besoj një hap shumë i rëndësishëm dhe me kalimin e kohës shumë shpejt, kur të vjen mundësia që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, ne besoj se si treg do të jemi të parapërgatitur se si të qasemi tregun në përgjithësi. Shumica e kompanive të mesme dhe të mëdha po investojnë në zhvillime teknologjike dhe trajnime për punonjësit me qëllim rritjen e produktivitetit dhe efikasitetit, edhe pa qenë fizikisht në vendin e punës, thekson Arion Avdio, ekonomist. Atëherë, puna online besoj se ka bërë një ndikim të ndjeshëm deri tek kompanitë, deri tek orientimin e investimeve tek kompanitë në Maqedoninë e Veriut. Besoj se shumica e kompanive të mesme dhe atyre të mëdha janë duke i orientuar
Duar të gjitha të ardhurat e tyre deri tek zhvillime teknologjike, gjithashtu duke i mundësuar edhe punonjësve që të bëjnë trajnime të ndryshme digjitale, ku nëpërmjet këtyre trajnimeve do të mund të rrisin produktivitetin dhe efikasitetin e tyre në punë, jo domosdoshmërisht duke qenë në punë, ndoshta edhe prej shtëpisë. Momentalisht nuk jemi shumë aktiv, jemi të përfshirë, por nuk jemi shumë aktiv. Mirë po jemi në diskutime, mos them edhe në përfundime sipër me kompani që ofrojnë shërbime për marketing digital, si dhe shërbime për shitje online, dhe besoj se në një kohë relativisht të shkurtër do të fillojmë që të arrijmë synimet tona. Jemi duke u munduar që t'i aftësojmë me trajnime të ndryshme edhe punonjësit tanë për aktivitetet të ndryshme të cilat duhen për punë online. Besoj që secili fillim është i vështirë, po me kalimin e kohës duke krijuar një sistem të mirëfillt të punës, ajo vetëm se shkon natyrshëm. Përderisa më herët një kompani nga Kumanova ka pas konkurrencë vetëm nga kompani tjera të Kumanovës. Tani kompanitë e Kumanovës kanë konkurrencë edhe në Ohër, në Strug, në Tetov, Gostivara, po gjitha, mos them gjitha qytetet, por ndoshta ndërkombëtare. Normal, me zhvillimet e teknologjisë, tani më kompani kemi edhe që nuk kanë filial, mos them dyqan fizik, por vazhdojnë me punë, kanë kosto shumë të ulta, nuk paguajnë as qira, nuk paguajnë as punëtor, mirë po vazhdojnë me punën e tyre. Por besoj që ajo klasikja do të funksionojë. Edhe pse rruga e punës online është ende në zhvillim, ajo po tregon se për të rinjët interneti nuk është vetëm për komunikim, por një dritare drejt tregut global të punës.